محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فلندerimet dhe lavderimet përkasin vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pashok, paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarë që do ndjekin rrugat e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalle shanu dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi i dhe dërguar Allahu xhalle shanu. Vlezër, jemi në ditët e fundit e muajit Ramazanit, ditët e fundit. Dhe ditët e fundit janë dita më të mira vitit, ashtu siç ka ardhur në ajet Allahu xhalle shanu tregon wal fajri wa layalin ashr, ditët më të mira vitit janë ditët e Dhulhijhes. Ashtu në muaj Ramazan, ditët e fundit bashkë gjitur me ditët e fundit janë më të mira e vitit dhe ka shumë shpërblimi edhe veçanërisht ato ditë janë më të larta nga shkaku që në atë qëndron një natë që Allahu xhalle shanu ka thënë Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, që adhurimi në atë natë ka shpërblimi si 1000 muaj. Edhe kur është aq mirë, aq shumë savap, padyshim ajo është vlera, ato ditë janë më të larta nga ditët tjera. Dhe në këto 10 ditët janë disa adhurimet që janë veçanta. Një është në kërkimi nata Qadrit. Çdo besimtari duhet mundohet në ummetet e para. Ajo nata ishte i fshehur gjatë gjithë viti. Edhe ajo është më e vështirë. Edhe ishin disa besimtarë që kaloshin gjithë vit duke adhuruar dhe duke kërkuar nata e Qadrit. Dërguar Allahu xhalle shanu njëherë me shokët ti ishte duke të reguar histori për njerëzit i parët në Banu Israil që qëfar kanë bërë adhurimet. Dhe duke të reguar të regon një gjarje nga personi Banu Israil që Allahu ati kishte dhuruar 500 vit mosh dhe në atë 500 vit ai nuk ka bërë asnjë gjuna, asnjë gabim në jetën e tij. Gjithë 500 vit ka harxuar në adhurimin e Allahu xhalle shanu. Kur kanë dëgjuar vëllezër sahaba u habitën edhe vetën kanë menduar që ato kishin aq moshë i madh edhe kishin mundësi, shans për të fituar i kënaqësi Allahu xhalle shanu. Por ne si do fitojmë edhe nëse duam? Edhe këtë që kishte pyetje në zemrat e sahaba, Allahu xhalle shanu që di lavizje e zemra njeriu edhe çfarë mendon, innahu alimun bidhati sudur. Allahu ka cilësit, Allahu madhruar është që ai është ndishëm çfarë keni në zemra juaj. Nuk ka nevojë të zjerim zeri zemrës ne, domethënë. Edhe pas dal zeri zemra, ai kupton çfarë mendon, çfarë laviz. Edhe me njëherë erdhi Suratul Qadr tek dërguar Allahu xhalle shanu, si shpërblimi nga aq dëshira i madh që kishin sahaba, që arrin në savap sipas njerëzit që ishin mosha më të mëdha. Atëherë Allahu xhalle shanu ka zbritur Suratul Qadr. Edhe në aty ka dhënë këtë shpërblimi Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Atëherë veprimi më i madh është kërkimi në ata e Qadrit. Nga veprat e ditë fundit. Tani në kërkimin në ata fundit çfarë duhet bëjmë? Dërguar Allahu xhalle shanu në Sahih al-Bukhari është që dërguar Allahu xhalle shanu në fillim ka bërë një vit ka bërë komplet muaj Ramazan, kur nata Qadri nuk ishte saktuar akoma në 10 ditët e fundit, ishte gjatë muaj Ramazan në ummeti Profet alayhis salam. Pse Allahu xhalle shanu ka thënë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ajet në Bakara është që muaj Ramazan është ai muaj cili Allahu xhalle shanu ka zbritur në atë Kur'an. Po në vend tjetër pastaj Allahu tregon inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Ne kemi zbritur Kur'anin në një natë shumë e bekuar.
Prap është sekret, cilin nata. Edhe pastaj kur erdhi Suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatil qadr, ka saktuar nata e Qadr, që ne kemi filluar zbritja Kurani në nata e Qadrit. Atëherë, dërgoi Allahu xhallahu xhanu para sa vinë saktimi për 10 ditë të fundit në Ramazan ka bërë i'tikaf. I'tikaf është qëndrimi në xhamia pa dalur jashtë fare 10 ditë fundit ose 1 ditë me agjerim për hir të Allahu madhruar. Me këmbgulje që ja Allah nuk kam për të lënë këtë dera jot ose pragun tën derisa nuk do falesh mua ose nuk do plotësosh kërkesat e mua. Kjo është i'tikaf, kjo është tregimi i dashurisë ndaj Allahut madhruar. Dhe kjo adhurimi është shumë i lartë. Allahu xhallahu xhanu ka treguar, ka dhënë urdhër Ibrahimi alayhis salam dhe Ismailit an tahira baytiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud. Pastroni shtëpia im për njerëzit lit-ta'ifin, për njerëzit që do bëjnë tawaf, wal-'akifin dhe për njerëzit që do të bëjnë i'tikaf në këtë xhamia. Prandaj i'tikafi është një adhurim shumë i madh dhe ka shumë shpërblim i lartë. Atëherë bëri i'tikaf, dërgoi Allahu xhallahu xhanu ka bërë një vit komplet muaj. Pastaj vitin tjetër ka bërë 20 ditë. Për 20 ditë i para. Edhe kur mbaruan 20 ditë i para, atë vit ka ardhur dije nga Allahu xhallahu xhanu që nata Qadr kemi lënë na 10 ditë të fundit. Atëherë ka thënë kush e ka qëndruar me mua 20 ditë, nëse kanë dëshirë të gjenë nata Qadri le qëndrojnë në 10 ditë fundit, në atë Allahu xhallahu xhanu ka lënë, ashtu është jam informuar nga Allahu madhruar. Edhe sahaba kanë qëndruar me Profet alayhis salam. Pastaj vit tjera vetëm 10 ditë fundit ka bërë i'tikaf dërgoi Allahu xhallahu xhanu. Në vit kur ka ikur dërgoi Allahu xhallahu xhanu në Makka, që çlirimi Makka është ndodhur vëllezër, lufta e Badrit, lufta e parë, është ndodhur në 17 Ramazan, viti 2 Hijrit. Dhe çlirimi Makka është ndodhur 19 Ramazan, viti 8 Hijri. Atë në këtë vit deri sa është ndodhur 19 Ramazan, dërgoi Allahu xhallahu xhanu 10 ditë fundit atje ka qëndruar, që ka qëndruar 20 ditë në Makka. Atëherë i'tikafi nuk bëri dot, se ishte koha luftë. Edhe vitin tjetër ka bërë 20 ditë. Ka bërë qaza, një veprimi që ka lënë dërgoi Allahu xhallahu xhanu. Aq shumë rëndësia ka dhënë i'tikaf. Prandaj i'tikaf 10 ditët e fundit është sunnet muakkada ala al-kifaya. Domethënë një sunnet që është detyrueshëm një njeri pa tjetër duhet të rinë në xhamia nga xhamati. Si namaz xhanaza, nëse dikush andron jetë nga xhamati jon, ne jemi detyrueshëm gjitha që duhet falemi xhanaza. Por nëse nuk kemi falur gjithë, dikush 2-3 veta kanë falur nga xhamati, atë shluhet gjuna nga gjithë. Nuk kemi gjunafçar. Po nëse i s'ka falur askush, ne gjithë jemi gjunafçar. Kjo është pozita e i'tikafi xhamati. Po ne kemi akoma në Shqipëri nuk ka, ky suneti është i vdekur, duhet të rinë gjallë vëllezër pas komunizmi. Edhe kjo është suneti shumë i rëndësishëm në jetën e Profetit alayhis salam. Atëherë kjo nia. Dyta është ne çfarë bëjmë në vendin ton për të rinë gjallë nata ose për të gjetur nata Qadrit, falemi 10 netët e fundit namazin nat me xhamat. Vëllezër, për Ramazan namazi special që ka ardhur, që ka thënë dërguar Allahu xhallahu xhanu, kemi folur në fillim Ramazani, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e ka qëndruar në muaj Ramazan me iman edhe me shpërblimi, me shpresë shpërblimi nga Allahu xhallahu xhanu, ati falet gjithë gjunahat. Te hadithi Profetit alayhis salam është për namaz taravih. Edhe që me unanim, vetëm kjo nafila është gjatë viti që Allahu xhallahu xhanu ka dhënë pozita si farz dhe ka lejuar në xhamia me xhamat. Që nuk ka vetëm namazi Bajram është, po ka thënë dilni jashtë në fusha, jo në xhamia. Namazi xhanaza më e mirë është të falemi jashtë, jo në xhamia. Edhe ky namazi Allahu ka bërë mashru, ka lejuar në Ramazan bashkërisht me xhamat, është pozitë lartë ka namazi taravih. Kurse namazi me nat me xhamat nga 4 imam gjitha thënë po pëlqyeshëm është. Pse? Është një veprim i personal. Pas namazi falja e sabah, yatsia,
namazi tarawih, pas tarawih, çdo personi 10 natët e fundit do kërkon personal. Prandaj dërgoi Allahu xhallahu shanu që ultën e atikaf 10 ditë në xhamiash, edhe janë mira shokët Profet alayhis salam në xhamia për në atikaf. Po ai nuk falte me xhamat. Namazin natë. Edhe biles jo vetëm nuk falte, po lente çadra. Në xhamia vendoste çadra, pse kush ka veprimi personal le të bëj atje në leximi Kurani vet, bërja istighfari me Allahu xhallahu shanu ose falja namazin e vet, është veprimi personal. Shumë mirë që falen vlezar, nuk ka një gjë, por nuk ka një veprimi që duhet t'japim elanit dhe tërghib, si është filluar në këtë kohën tonë, që ne bëjmë lajmërimi. Lajmërimi Allahu ka lënë vetëm pas 5 namazet të farzit. Prandaj namazi Bajram që i madhash, nuk thirret ezani, nuk ka lajmërim. Lajmërimi është ne japim lajmërimi për organizmi që falet në këtë orari, por nuk ka një thirrje, si kemi thirrje për xhuma ose për namaz tjera. Prandaj nuk është veprimi lavdrishëm. Mirë është, për lavdrishëm nuk është ja bën xhamati namazin me xhamat vëllezër. Pse Allahu xhallahu shanu ato gjëra që kanë simbol, për ato kanë lajmërimi. Edhe kërkimi i namaz nata e Kadrit është një veprim personal dhe duhet mendojmë sa më shumë. Natë duhet lexojmë Kur'anin sa më shumë. Duhet pastaj gaher çfarë bëhet sebab që ne qëndrojmë namazin natë edhe humbim namazin sabahu me xhamat. Subhanallah. Osman bin Affan radhiyallahu anhu transmeton Imam Bukhari rahimahullah, kush e ka falur namazi yatsia me xhamat edhe sabahu me xhamat sikur ka falur gjithë natën. Abu Sulejman Darani është një tabi'i, edhe shoku Umar radhiyallahu anhu. Edhe Umar radhiyallahu anhu gaher kontrollonte shokët vet në namazi sabahu. Edhe një herë është duke parë kush Abu Sulejmani nuk duket. Edhe kur piti Umar radhiyallahu anhu, mami Abu Sulejmani ishte ande tek femra, tek grave. Edhe ajo ka ngritur edhe ka thënë o Amirul Mu'minin, ai gjithë natë ka qëndruar për Allahu xhallahu shanu, më ka bërë qiyamul lejl edhe ndoshta ka kapur gjumi, edhe nuk arriti dot. Umar radhiyallahu anhu ka thënë, kishte fjetur gjithë natë edhe kishte ardhur në namazin e sabahut. Prandaj vëllezër, ka shumë rëndësia namaz me xhamat, namazet të farza, pse ato janë thirrje Allahu, urdhë Allahu xhallahu shanu. Ju nuk do gjeni në asnjë hadith për besimtar që faluni tahajjud si farz. Është problemi ka ardhur, kush falet sabahu, kush falet namazin natë, ka që është problemi ka pozita të larta, kurse për farza aqimus salah, është urdhë Allahu xhallahu shanu 80 herë. Prandaj kjo është një veprimi kërkimi nata e Kadrit. Veprimi i tretë është dhënia sadaqatul fitr. Edhe kjo është nga veprat e 10 ditët të fundit. Sadaqatul fitr si detyrë është dita Bajram mëngjes. Kush e ka gjetur sipas mazhabi Imam Abu Hanifa rahimahullah, edhe sipas Imam Malik Shafi Ahmed bin Hanbal, sabahun dita e Bajram. Agimi dita Bajram kush është i gjallë, ai ka detyrë sadaqatul fitr nga ana vet, edhe nga familjet e vet që ai mban atyre përgjegjësi. Janë familje që janë martuar edhe janë ndarë dhe nuk ka përgjegjësi e baba, janë disa familje njerëzit persone që kanë përgjegjësi, atëherë ato mbajnë përgjegjësi, por ato ka detyrë, vëllezër duhet fikim telefonin kur vim në xhamia. Dhe nga ato është detyrë sadaqatul fitr. Detyrë kuptimi është wajib, edhe tek gjitha imamëve unanim është wajib. Për personi që ditën Bajram ka mundësie financiar aq sa mban shpenzimet të familjen e vet, edhe të pron diçka, që afërsisht fuqaha ka shkruar si 600 gram argjend. 600 gram argjend është në kohën tonë 400 euro. Domethënë kush e ka pronari 400 euro ditën Bajram, ai ka detyrë ta jep nga ana vet, edhe nga nën kujdesar që ka në nën kujdesin ti që ka kush janë vëllezër, familja janë, prindër janë, nga ana nusja nuk ka detyrë. Se nusja ka drejt ta ban pasuria vet, nëse Allahu xhallahu shanu ka dhënë. Por nëse ka dhënë, duhet jep me lajmërimin e saj, ta shluhet nga ana saj. Pa lajmërimi vëllezër, adhurimet që janë me pasuri. Për shembull, gruaja është e pasur, ka bizu, ka flori, 100 gram, 200 gram. Po buri pa lajmërimin e saj jep zakati,
nuk quhet. Po nëse lajmëron atë që unë jam duke dhënë zakat nga ana jot, pse është adhurimi që duhet bëj vet, si hajjul badal. Edhe duhet lajmëroj, në ka lajmëruar, atëherë nëse ajo ka mundësi le të pagoj. Se zakati ajo ka detyrë. Siç namazi farz, xhuma që falemi ne, nuk kemi falur nga gratë tona. Ato do falin vet, se çdo njeri ka detyrë vet. Agjerimi çdo njeri ashtu, zakati edhe sadaqatul fitr janë detyrë personale. Atëherë, adhurimi i tretë është sadaqatul fitr, dhënia. Edhe kjo nuk do të harrohemi. Që është nga detyrat Allahu xhallahu shanu. Ato janë veprat vëllezër që janë në 10 ditët e fundit, kjo është komplet thelbi vëllezër. Si do kalojmë 10 ditët e fundit, Allahu na do të mundsoj komplet viti si do të arrijmë. Prandaj duhet të lodhemi veten tonë sa më shumë në 10 ditët e fundit, se ka Allahu xhallahu shanu thot në hadithi Profetit sallallahu alaihi wasallam në 20 ditë e para çfarë Allahu xhallahu shanu ka liruar nga zjarri i xhehenam. Në 10 ditë fundi çdo ditë liron as shumë Allahu xhallahu shanu. Edhe hadithi Profet alayhi salatu wasalam në Ramazani i pari ne kemi përmendur që dërgoi Allahu xhallahu shanu është duke hyrë në hutba. Edhe 3 shkalla kishte dërgoi Allahu xhallahu shanu në hutba. Dhe në atë ka thënë amin, amin, amin 3 herë. Edhe shokët Profet selam janë të ditur, o dërgoi Allahu xhallahu shanu, nuk kemi dëgjuar një veprimi si sot. Tha kur isha duke ngjitur erdhi Xhibrili dhe mua ka thënë është mallkuar ai personi, është mirë për personi që ka gjetur prindërt e tij gjallë edhe duke bërë shërbimi atyre nuk ka fituar xheneti. Edhe unë kam thënë amin. Pastaj kur hypa në shkalla e dytë ka thënë është mirë për personi që ka gjetur muaj Ramazanit edhe nuk është falur gjunahet e tij, nuk është liruar nga zjarri i xhehenam. Është kuptimi. Pse Allahu xhallahu shanu është shumë bujar në këtë muaj, edhe nuk është falur, kuptimi është njëri që nuk ka bërë, nuk ka dëshiruar hiç për vepra të mirë. Hatim Tai, lezer, është një personi shumë i bujar. Një shoku Profet alayhis salam Adi bin Hatim. Adi ishte princi në vendin e vet, mbret. Pastaj pas baba mbretaj. Edhe fisi Tai, shumë fisi i madh, luftëtar. Ishin i kthehur krishterë dhe pagoshin tek Roma atëherë taksat vet. Dhe babi ishte shumë njëri bujar, aq bujar se një herë në pronë ati ishin 1000 kuet. Dhe ka ardhur disa musafir, aq musafir që kishin nevojë të hajt. Edhe zakonisht arab hashin mishi deve, jo kali. Kali ishte shumë i shtrenjtë. Por ai nuk kishte momentalisht deve, edhe ai ka thëru gjitha kalit e vet për hatri musafirit. Dhe është njëri bujar ishte. Dhe sahabat kanë bërë pyetje u dërgoi Allahu xhallahu shanu, është falur Hatim? Se para Profet alayhis salam është ndruar jetë. Sa ishte falur nëse kishte thënë vetëm një herë Rabbi ghfirli, ja Allah më fal mua. Po nuk ka kërkuar lutje për Allah. Allahu xhallahu shanu pëlqen kur robi tregon i dobësi vet. Prandaj vëllezër, një njeri që adhuron edhe është me kibër, me mendje i madh. Në krahasimi i atij personi tek Allahu xhallahu shanu, ai personi që është gjunafçar, shumë kriminal i madh, po tregon veten ja Allah jam njeri i keq, më fal mua. Ai është më pëlqyeshëm tek Allahu xhallahu shanu nga ai që adhuron dhe ka mendje i madh. Se kibri është një veprim që vetëm Allahu takon. Çfarë takon neve vëllezër? Përberja jonë është nga gjak. Edhe fundja jonë është dheu. Yusuf alayhis salam kur përmendte dikush bukurinë e tij, ai thonte që këtë sytë bukur, se Yusuf alayhis salam njëri më i bukur. Edhe padyshim Allahu xhallahu shanu na tregon që Allahu ka bërë haram në toka të hajë trupi profetëve, po ai tregonte njerëzve për të treguar vlera njeriu. Të sytë bukura mi, sa do i vdesnu në pas disa ditë bëhet ujë. Edhe kjo faqet e mia bëhet dheu, komplet trupi im. Atë çfarë vlera ka ai? Prandaj vëllezër, nuk takon njeriu të kesh mendje i madh në adhurimet e vet. Edhe çfarë çdo gjë që ne adhurojmë me tofik, me mundësi që Allahu na ka dhënë, ne jemi duke adhuruar. Atëherë, hadithi i dytë ishte Profeti alayhis salatu wasalam ka thënë, mirë për personi
që ka gjetur muaj Ramazan dhe nuk është liruar nga dënimi i Xhehenam. Kurse hadithi, fjala e tretë, duaja e tretë i ka thënë Amin Profeti alayhis salam se ka thënë mirë për personi që ka dëgjuar emrin ten o Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk ka thënë sallallahu alaihi wasallam, nuk ka thënë salavat. Domethënë aq shumë kopras është personi që nuk lëviz gjuha ti, ai është njeri Muhammedur Rasulullah që ne kemi njohur Allahu xhallahu shanu. Ulëzër para se vin Profeti alayhis salam në Çaba ishin 360 idhët. Gjithë bota adhuron të lloj gjona. Çfarë nuk adhuroshin? Akoma në Indika, adhuroshin pemën, adhuroshin organet e njeriu, çfarë nuk bësh. Pa logjik. Edhe Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erdhi dhe na ka treguar rruga drejt. Si, e pa as i pastër që nata ti, domethënë masailet të më të vështira, më të vogla të tij janë si ditë. Atëherë mendoni dita si është, faraiz dhe wajibat si janë. Edhe akidat bi, aq qarta. Sikur jemi duke parë Muhammedur Rasulullah aq hapur kanë në libri mes nesh. Edhe muhaddisin kanë transmetuar hadithet Profetit alayhis salam. Lusë Allahu madhruar, dita që janë ngelur ne përkushtojmë plotësisht aq shumë që inshallah jemi farur gjitha. Jo vetëm për këtë muaj, por për gjithë, edhe inshallah ditën e gjykimit jemi nga njerëzit shpëtuar nga dënimi Allahu madhruar, edhe jemi nga njerëzit suksesshëm që kanë hyrë në Jannatul Firdaus. Lusë Allahu madhruar, Allahu bëf sababat e ditë fundit nga adhurimet tona, nga duat tona, Allahu largon këmbët e çifutëve nga Palestina edhe pastron toka edhe inshallah lirojt vëllezër tonë edhe falemi ne në Xhamin Aqsa. Lusë Allahu madhruar kudo vëllezër tonë ku janë në vështirësi në siklet, Allahu largon siklet atyre. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb.